Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së binjakëve. Atëherë do shohim si do jetë muaji edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te numri i WhatsAppit që është afishuar. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e binjakëve. Dhe shohim si do jetë muaji edhe për shenjën tuaj. Dhe javën e parë, ju shoh që ju jeni përballur me shumë vështirësi, jeni përballur me shumë sfida. Këto sfida mund t'i keni pasur në lidhje me dashurinë, me njofjet që keni, me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, por ju shoh që do harrini t'i stabilizoni. Për pjesën e beqarëve, ka një fillim të ri. Ju do ndiheni më të sigurt dhe më besim në veten tuaj për ta bërë këtë fillim të ri. Dhe këtu kemi të bëjmë, nuk tham, për energjitë, me energjinë e shenjës së luanit, energjitë shenjave të tokës dhe energjitë shenjave të ujit. Ju mund të keni të bëni me këto shenja, por në rastin tjetër mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja. Gjithsesi, është një javë ku ju lini mbrapa vështirësitë dhe sfidat që keni kaluar dhe gjeni forcën për të stabilizuar gjithçka në lidhje me dashurinë, njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet, me çështje të ndryshme në shtëpinë tuaj, në familjen tuaj, dhe këtë do ta bëni me shumë besim brenda vetes tuaj, por dhe do keni dhe lajme të mira. Mund të keni lajme të mira nga fëmijët tuaj ose lajme të mira në lidhje me anën ekonomike, sepse shoh që merrni disa para, ndërsa për të pjesën tjetër, ju do harrini një lloj pavarësie gjatë javës së parë. Për një pjesë prej jush dëshironi të shkëputeni nga familja juaj dhe ju do ta bëni këtë me shumë besim. Duke pasur dhe duke marrë dhe një lajm të mirë, kjo do t'ju bëjë që ju të ndjeni më të sigurt në veten tuaj. Por dhe në lidhje me projekte, me bashkëpunime të ndryshme ose dhe me karrierën tuaj. Një pjesë prej jush në mes të javës do merrni disa para, por është një shumë e konsiderueshme që ju do t'ju gëzoj dhe do t'ju bëj që ju të ndjeni më të sigurt nga ana ekonomike. Dhe vazhdoj me javën e dytë. Në javën e dytë, kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ujit, energjitë shenjave të tokës dhe përsëri energjitë shenjave të tokës. Me sa duket do jetë një muaj fort ekonomik, sepse dhe të dy shenjat e para, raq fuqishëm ana ekonomike, ose të gjithë ne do mendojmë më tepër për anën ekonomike. Në lidhje me pjesën e beqarëve që do bëjnë një fillim të ri, mund të jetë edhe një person që ju do ta njihni në një festë ose në një ambient argëtimi, ku ju mund të shkoni me shoqërinë tuaj të ngushtë, të pini një kafe ose të pini një gotë aty dhe aty do njihni një person. Do tërhiqeni nga ky person. Një pjesë tjetër mund të jetë një person në grupin tuaj të shoqërisë, ose disa të tjerë mund të jeni në organizime të ndryshme që ju shkoni dhe aty do njihni një person. Shoh që do jeni duke festuar, por ndërkohë në mes të javës së parë do jeni duke menduar shumë seriozisht në lidhje me këtë person. Por ju shoh që tregojeni pak të mbyllur. Nuk e di pse do tregojeni të mbyllur, edhe pse shoh që ju do ndiheni të sigurt në veten tuaj, por do tregojeni pak të mbyllur në lidhje me një dashuri. Gjithsesi, në fund të javës së dytë, ju do investoni te ky person. Do filloni ndoshta të shkëmbeni mesazhe, të takoheni me këtë person, ndërsa në lidhje me lidhjet dhe marrëdhëniet tuaja, shoh festime, do merrni disa para, ndoshta ose ju do mendoni së bashku për të investuar, për të bërë një investim diku, dhe ju shoh që ju do arrini ta bëni këtë investim.
Mund të jetë një investim në punën tuaj, mund të jetë një investim ekonomik, mund të investoni të dy si çift, të bëni një investim diku për të pasur të ardhura më të mira. Ndërsa për një pjesë tjetër do investoni te fëmijët tuaj. Shoh që ju do merrni disa para dhe do dëshironi të investoni te fëmijët tuaj. Një pjesë tjetër në lidhje me dokumentat ose edhe në situata të ndryshme, ju mund të investoni në shtëpinë tuaj, në familjen tuaj. Ndërsa për disa të tjerë, shoh që mund të keni investime ekonomike. Mund të hapni të bëni diçka, mund të keni një aktivitet dhe ju dëshironi të investoni te ky aktivitet. Shoh që do keni të ardhurat të mira. Disa prej jush do mendojnë për të hequr edhe disa kursime. Ndërsa pjesa tjetër, ju mund të kërkoni të bëni dhe një punë të dytë. Keni një punë, shoh që ndiheni mirë ekonomikisht, nuk do jeni keq, por mendoni që të bëni dhe një punë tjetër për të shtuar akoma më shumë të ardhurat tuaja. Është një javë që do ketë njofje, por do mendoni shumë, do ketë marrje parash, por do ketë dhe mendime ose ju do mendoni të investoni diku. Ju mund të investoni në një kurs, në një trajnim, ose për të shkuar diku me pushime, për një udhtim, ose në rastin tjetër ju mund të investoni, mund ta merrni në gjëra të ndryshme investimin. Dhe shohim në lidhje me javën e tretë. Në javën e tretë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ajrit, që jeni dhe ju vetë. Kemi energjitë shenjave të zjarit dhe përsëri të zjarit. Në fillim të javës së tretë ju do harini t'i lini mbrapa vështirësitë dhe t'ju jepni një drejtim më të qetë çfarë do lloj situate që të keni. Disa prej jush mund të jeni edhe në udhëtime, një pjesë tjetër mund mendojnë për dokumentat. Disa prej jush do të jepni drejtim në lidhje me këtë njofje që do bëni. Ose në lidhje dhe njofjet që keni. Ndërsa mund të shkoni dhe me pushime bashkë me partnerin ose me partneren, ose mund të bëni një udhëtim. Ky udhëtim mund të jetë udhëtim pune, mund të jetë udhëtim për qejf, mund të jetë një udhëtim tjetër, varet nga situatat që ju do keni. Gjithsesi, përsëri dhe karta tjetër më tregon që ju do harini të lini mbrapa gjithçka, problemet dhe vështirësitë që ju keni kaluar në të kaluarën tuaj. Dhe do tregojeni të kujdesshëm në bërjen e gjithçkaje, sepse ju dëshironi të jepni një drejtim më të qetë situatave. Një pjesë prej jush ju shoh në pritje të një përgjigjeje. Ju mund të prisni një përgjigje nga një person që është në distancë. Mund të jetë një person që ju jeni në njofje dhe prisni një përgjigje nga ky person. Për pjesën tjetër, mund të jeni në pritje të një përgjigjeje në lidhje me një shtatzani, ose nga fëmijët tuaj, ju mund të keni në distancë, ose fëmijët tuaj presin nga ju. Në rastin tjetër mund të jeni duke pritur një përgjigje në lidhje me dokumentat, me një shtatzani, varet nga situatat që keni. Dikush prej jush mund të jetë duke pritur mallin nga distanca për ta futur dhe për të bërë tregti. Gjithsesi është një javë fantastike ku ju do të jepni drejtim njofjeve, dashurisë, punës, anës ekonomike, partneriteteve të ndryshme, por dhe karrierës tuaj. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Dhe dolën vetë edhe këto letra. Gjithsesi, këtu keni të bëni me energjinë e hënës, që është energjia shenjës së gafores, keni të bëni me energjitë shenjave të tokës dhe energjitë shenjave të zjarit, por mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja. Do keni paqartësi gjatë fillimit të javës së katërt, nuk e di, por do hiqni dorë edhe nga gjërat që keni besuar, duke futur besime të reja në veten tuaj. Dhe këtu flasim, ju mund të keni pasur besime të tjera në lidhje me dashurinë, me punën, me anën ekonomike dhe aty do ndryshoni, do mendoni komplet ndryshe,
por gjithsesi një pjesë prej jush, për pjesën e beqarëve që do hynë në një njofje, ju do të jepni drejtim, jeni duke pritur një përgjigje nga ky person dhe pastaj në fillim të javës së katërt, ju keni frikra emocionale se mos ky person nuk ju kthen përgjigje ose mos merrni një përgjigje jo pozitive. Për disa prej jush mund të jetë edhe për të shkuar jashtë shtetit ose për të lëvizur nga një qytet në qytetin tjetër dhe ju mund ta prisni me ankth këtë ose të ndjeni të shqetësuar në pritjen e kësaj përgjigjeje. Por për një pjesë tjetër, shoh që mund të keni dhe prapaskena në një rast tjetër, ose ju të ndjeni pasiguri në njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja për disa të tjerë. Gjithsesi, ju shoh në udhëtime, shoh që do keni oferta, mund të ndjeni pasiguri dhe te vendi punës, nga ana ekonomike. Por unë shoh që keni oferta në lidhje me dashurinë. Për një pjesë prej jush, mund të shkoni në një udhëtim dhe aty të njihni një person, por do jeni duke menduar shumë seriozisht në lidhje me këtë person. Për pjesën tjetër mund të shkoni në një udhëtim me partnerin ose me partneren tuaj. Ju shoh në lëvizje në mesin e javës 4. Ndërsa për një pjesë tjetër, për disa prej jush, ju do mendoni shumë fort për anën ekonomike dhe ofertat që do t'ju vinë në mesin e javës 4. Dhe do jeni gjatë gjithë kohës të lëvizjes për të kapur mundësitë dhe ofertat që do t'ju vinë. Dhe shoh një ofertë shumë të mirë në lidhje me partneritete, me bashkëpunime, me karrierën, mund të jetë një ofertë në lidhje me dokumenta të ndryshme, mund të jetë një ofertë e mirë që ju japin fëmijët tuaj për të shkuar ose edhe kundërta, dhe do përballeni në fund të javës së 4, do përballeni me disa vështirësi, me disa pengesa, po ju do t'ja dilni. Do t'ja dilni. Si në lidhje me dashurinë, ju dëshironi të futeni në një njofje me këtë person ose në një udhëtim që do shkoni dhe do hasni pengesa me këtë person. Por gjithsesi ju do t'ja dilni. Ose mund të keni dhe pengesa në lidhje me njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja në fundin e muajit, por ju do harrini t'i kapërceni të gjitha këto pengesa. Për pjesën tjetër mund të keni pengesat e vendi punës në lidhje me dokumentat, me bashkëpunime të ndryshme, ose për gjithë ata që mund të jenë në pritje të mallit, e shoh që është mall, tregtia ose diçka tjetër, do keni disa pengesa, por ju do t'ja dilni dhe kjo është më e rëndësishme se gjithçka tjetër. Gjithsesi, është një muaj fantastik, ju do lini mbrapa vështirësitë që keni kaluar, ju shoh që do harrini të stabilizoni situata të ndryshme, do keni fillime të reja në dashuri, në punën tuaj ose në karrierën tuaj, por edhe në lidhje me dokumenta të ndryshme, por për një pjesë tjetër me trajnime, me kurse, mund t'i merrni situatat si i keni, por edhe nga ana ekonomike. Do bëni investime gjatë kësaj periudhe, keni festime, thjesht ju do lini të gjitha problemet mbrapa, do harrini të ndryshoni besim në lidhje me gjërat që keni përjetuar dhe do esni përpara, do të çoni gjërat para, por edhe në fund të muajit që do keni këto pengesat, nuk është problem, thjesht janë pengesa, ju do t'i kaloni dhe kjo është më e rëndësishme. Dhe shoh marrim një mesazh nga ëngjëllit se çfarë na thot edhe për ju. Dhe kemi nëndën e shkopinjve, që tregon që ju do harrini të lini mbrapa situatat e vështira, por gjithmonë duke u treguar të kujdesshëm për të çuar gjërat para. Dhe këtu flasim në lidhje me një dashuri, ose ju do harrini të çoni para marrëdhëniet tuaja, punën tuaj, anën ekonomike, ose situatat të ndryshme të vështira që ju mund të keni kaluar, ju do harrini të tregojeni më të kujdesshëm për t'i çuar gjërat para dhe ëngjëlli juaj mbrojtës do t'ju mbrojë. Në lidhje me karrierën, me punën tuaj, por dhe gjithçka. Dhe ju thot, mos braktisni gjërat, mos braktisni persona, mos braktisni situata, pavarësisht sa të vështira të jenë, sepse ju do harrini t'i çoni para dhe t'i zgjidhni situatat. Dhe ose mos braktisni një punë, mos braktisni një projekt, një bashkëpunim. Kujdesuni që gjërat t'i bëni më mirë se që keni bërë deri tani. Dhe ju keni
keni një ngarkesë në veten tuaj që ju shqetëson, do shta ndjeni të shqetësuar, thjesht duhet të besoni te vetja juaj për t'i çuar gjërat para. Kjo është më e rëndësishme se çdo gjë tjetër. Dhe unë e shoh që në javën e parë ju do arrini të keni besim te vetja juaj. Por këtë besim dhe këtë vetbesim që do keni, është mirë ta ruani deri në fund të muajit për t'i çuar gjërat vërtet para. Gjithsesi është një muaj fantastik edhe për ju. Ju uroj një muaj sa më të mbar. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje. Mos për gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Atëherë dëgjohemi në videot e radhës.